Atëherë profesor, sot jemi zhvendosur dhe kemi ndryshuar pozicionin. Kuptohet është një dëshirë e juaj e vjetër për të folur për aksin qendror të rrugës Egnate, për kryqëzimin. Dhe këtu unë nuk është që mbetem pa tekst, po fjalët e mia janë tepërta para një profesionisti dhe urbanisti si ju. Fjala për ju, profesor. Ju falenderoj, sepse është diçka vërtet e rrallë që në qytetin e Durrësit ne të trajtojmë çështje që largohen nga qendra tradicionale, moderne që kemi ditë të sotshme dhe shkojmë të folëm më tepër kulturë. Sepse nëse duhet të kërkojmë qytetin historik antik, është pikërisht pranë në periferitë më të largta të qytetit. Këtu ndodhemi në momentin më themelor të krijimit të qytetit të Dyrakimit. Qyteti i Dyrakimit është ndërtuar si një gur themel civitas, urban civitas nga romakët. Në atë moment ndërtohej ajo që quhej dhe kastrumi romak klasik, i cili përbëhej nga format drejtkëndore dhe veri jug dhe njëkohësisht lindje perëndim. Këto drejtime ku jemi ne këtu janë pikërisht ato drejtime. Pra ne jemi tek Muzeu të Dëshmorëve. Pra është kryqëzimi i Muzeut të Dëshmorëve. Po. Paka shumë që se njohim në ditët e sotshme, është Muzeumi i Dëshmorëve. Është dhe lagja ime, si më thonë. Është një lagje të mase e fjetur, është sheshuar çfarëdo lloj forme të historisë me ndërtimin e vendit ku gjenden dhe eshtrat e dëshmorëve. Por para 2000 viteve këtu ishte qendra vërtet themelore e qytetit. Këtu ndodhej pretoria, këtu ndodheshin një seri ndërtesa shkruesore të oficerëve romak të periudhës së 2000 viteve më parë. Në momentin përpara Dyrakimit, qyteti ndodhej pjesërisht në Knet, në zonën e Knetës, pra në zonën mund ta imagjinojmë nga stadiumi e Tutje, qyteti lokal i popullsisë taulantase, dhe nga krau tjetër në zonën e Knetës ndodheshin popullsia e cila kishte ardhur nga Korfusi dhe ndodhej në pra jemi drejtim. Poshtë janë taulantët e Epidamnit, pra themelimi i qytetit, dhe lart janë kolonët. Kolonët. Herës së parë dhe apo të herës së dytë. Pra tani kanë ardhur herës së dytë kur kanë ardhur me tempullin e Artemidës etj, pra që ata kanë ardhur të organizuar. Se hera parë ardhës kolonëve ishte e çorganizuar. Po flasim për shekullin e dytë para Krishtit, momentin kur romakët do të fillojnë të vendosen në qytet, do të heqin popullsitë që ato e konsideroheshin barbare. Do të kuptojmë që deri në periudhën romake vendbanimet në të gjithë Europën jetoshin në bazë të ndasive kulturore dhe ndasive të etnive të ndryshme. Nuk kishte qytete civitas, në kuptimin ku të varfër, të pasur, të gjithë kulturave ishin etni, bashkësi. Ishte bashkësi. Kjo do të vi nga romakët. Po flasim për një civitas, po flasim për civilizimin, hapin e parë të ndërtimit të qyteteve moderne që ne kemi sot. Ndërtimet e qyteteve moderne do të fillojnë pikërisht me romakët, duke ndërtuar forma kuadratike të rregullta, të cilat ishin të qarta për të gjitha popullsitë, qoftë nga Kneta, qoftë nga Kodra, për të ardhur për të jetuar format e rregullta urbane dhe lotet e ndryshme të parcelave, të cilat ishin hapur për ndërtimin e vilave dhe njëkohësisht dhe tabernave, dhe njëkohësisht ndërtesave të mëdha, të cilat shtrihen përgjatë këtij aksi. Pra ky është aksi kryesor, aksi qendror. Ky është aksi kryesor. Ky është zemra e qytetit. Zemra e qytetit dhe fillimi i rrugës romake, në mos gaboj tek hartat që un kam parë tek ju, është ai kryqi që përfaqëson. Po. Që është një kryq këtu. Eksakt. Është ky pikërisht. Ky është kryqi. Ky është kryqi. Këtu është pikërisht pranë ndërtesa, ka qenë dhe pretoria dhe këtu fillonte edhe rruga Egnatia. Rruga Egnatia vazhdon drejt në këtë seksion që ne shohim. Dhe vazhdon drejt. Shkon përgjatë Kodrave dhe vazhdon zbet poshtë drejt. Vazhdon drejt rruga Egnatia, vazhdon pothuajse po themi në bregu të detit, Golem deri në Rogozhin. Eksakt. Ky është vetëm drejtimi i drejt. Ky është drejtimi lindje perëndim. Rruga Taulantia ka humbur nga kërkimet shkencore, arkeologjike, ka humbur gjurmët në qytetin urban. Dhe gjurmët e para që ne njohim nga arkeologët fillojnë te shkëmbi i Kavajës. Por faktikisht gjurmët reale urbane janë me atë që quhej Decumano. Ky në gjuhën romake quhej Decumano dhe ky quhej Cardio. Decumano Maximus dhe Cardio Maximus. Kur kanë ardhur italianët në vitet 1920,
këte banorët e quhin akoma rruga e madhe, edhe këte rruga e gjatë. Të kuptoj, profesor. Në dy ekstremet e Dekumanos ndodheshin hyrjet kryesore dhe njëkohësisht zhvillimi i Kodrës me pjesën më të ulët, ajo që njohim edhe zonën e poshtme të sot të Kodrës, ku janë shtrihen edhe banesat e lagjes së re, të cilat jo më kot kanë edhe një formë kuadratike të zhvillimit urban. Sepse morfologjia urbane, pas shka se ndërtesat janë prishur, morfologjia urbane, rrugët Është ruajtur. mbeten gjithmonë. Po, është Në ruajtur. qytet mund të bi zjarri, mund të bi tërmeti, por rrugët ngelen gjithmonë ato ku janë. Drejtim, pra kemi kardion tradicional të qytetit romak. Pa që vjen, po themi, nga spitali, Fillon nga spitali, nga spitalat, eksaktësisht fillon nga marrëzat e vjetra, drejtimi i drejt dhe vazhdon drejt me derën veriore të amfiteatrit. Drejt e amfiteatrit. Po, nëse ky do të ecim drejt, ja, do të vazhdojmë të marrim segmentin, do të përfundojmë tek dera veriore e amfiteatrit. Kjo ishte edhe koncepti i qytetit romak, pra ku argëtimi shtrihej në skaje periferike të qytetit dhe nga dy krahat tjerë ndodheshin pretorjet ushtarake të mbajtjes së garnizonit dhe mbrojtjes. Në këtë këndvështrim, pra, nga një krah qyteti në kardion e vet jugore do të zhvillojë amfiteatrin dhe në supozohet që në kardion verior do të ishte një lloj cirku. Jo më kot edhe arkitektët italianë të viteve 20-30 do të parashikojnë ndërtimin e stadiumit në zgjatimin e rrugës Aleksandër Goga. Pra, rruga propozimi real i stadiumit nuk ka qenë i zhvendosur, ku sot është 2-3 parcela bloqe, por parashikohet nga plani urban që të vendosej pikërisht në zgjatimin e rrugës duke përfunduar tek varrezat e vjetra. Kjo ishte një rikthim brapsh i traditës, pra vërtet italianët arkitektë të viteve 20-30 arritën të lexojnë indet urbane të trashëgimisë romake dhe dëshironin që ato inde t'i riktheshin përsërisht. Pra kjo që unë jam duke artikuluar nuk është një artikullim vetëm që unë e kam sjellur në kokën time, por mbi të gjitha është i artikuluar nga vite të ndryshme nga arkitektë dhe urbanistë, por që në periudha të ndryshme janë sheshuar për arsye politike që i flasim së bashku. Dhe këtu kemi pikërisht për drejtimin e kardios që vazhdon më tutje më rrugën e gjykatës, siç e njohim gjithmonë rruga Aleksandër Goga, dhe me një farë momenti ndodh një barkushe, një lloj harku. Pra për të shkuar tek rruga, tek sheshi kryesor, sheshi Ilirija, ka ne do pak të hark. marrim një formë harku. Por realisht, nëse ne do të vazhdojmë të mbajmë drejt, dhe të përfundojmë pra poshtë ndërtesave pas gjykatës, poshtë një seri ndërtesave tjera, tek biblioteka, dhe të dalim direkt tek gryka e amfiteatrit. Nëse ne do të hiqnim rrethin përplotësues, i cili mungon në krahun verior, do të kuptojmë që pikërisht edhe forumi bizantin përputhet në mënyrë tangente me këtë lloj segmenti. Deri tek porta amfiteatrit, Deri tek porta amfiteatrit dhe vazhdon deri tek varrezat e vjetra, po deri themi, tek varrezat jo varrezat e re, varrezat e vjetra. e vjetra. Kjo është, pra pak a shumë kjo është e gjitha. Ky është qyteti romak, edhe ishte afërsisht 80 hektar. Ne mbas edhe kemi mundësinë në një emision tjetër të flasim për fortifikimin romak më tutje, pra 4 bloqe më tutje. Patjetër. Janë edhe kullat e ndryshme bizantine. Dhe në shekullin 11, ku do të vinë trupat normane të Bohemondit, do të dokumentohen që do të vinë pikërisht nga uja i Dajlanit. Ky ishte qyteti i rrethuar bizantin, deri në shekullin e 10-11, dhe do të ndodhin 2 sulme normane. Një sulm norman do të vijë nga Kodra për të sulmuar portat kryesore të krahut verior, edhe një tjetër do të vijë nga krahu i Begdetit, sapo ishte hapur gjiri i ujës Dajlanit për zbarkuar ushtarët. Aty do zbarkoi e motra e Bohemondit, që ishte edhe ajo një kalorëse, dhe të dyja trupat do të përpiqen që të shtypin fortifikimin e Durrësit, të dy krahet. Ky drejtim i ardhjes së trupave nga veriu. Më fal profesor, ky është rrethimi që flet Ana Komnena apo është eksakt, po. Apo është më i Është vonë? e njëjti rrethim. E njëjti rrethim do të ndodhi këtu, por pas do të zhvendosen drejt Arapajve. Të dyja trupat do të bashkohen në kotrat e Arapajve. Për ata që na ndjekin. Ana Komnena është historianja më e madhe, po dhe vajza e perandorit bizantit. Eksakt, Aleksi. Dhe ajo ka bërë një libër për rrethimin e Durrësit. Dhe pra në qenë ka e njëjta flitet për sulmin e normandëve, ku përmendë motrën e Bohemondit, bëra lidhje. Ana Komnena do të dëshmojë që qyteti pjesërisht e kishte humbur kohortën e vet veriore. Kohorta bëhet fjalë për gjithë kjo njësia e madhe urbane,
veriore, sepse po flasim për një zonë ku vinte gjithmonë më tepër afër knetës, me Aurorën dhe territori nuk ishte aq i qëndrueshëm fortifikisht. Në kuptimin që ishte i sundueshëm. I sundueshëm dhe i tjetërsueshëm. Tashmë kemi bëjmë me një qytet i cili gjithmonë më tepër ishte duke u tkurrur, siç e dim nga ky këndvështrim, dhe vazhdon të shkëputet gjithmonë më tepër drejt jugut. Dokumentimin e fundit që ne mund ta gjejmë mbi këtë lloj orientimi betejësh është tek një film quhet La Conquista dell'Albania, pushtimi i Shqipërisë, është një film i viteve 1970 i bërë në Spanjë, ku në të pasqyrohen gjenerata e fundit e kontëve spanjoll të lidhur me gjak me familjet normale, ku kërkonin legitimitetin e qytetit të Durrësit. Në 1300 spanjollët do të vinë edhe më vonë në 1600, por filmi pasqyron momentin e 1300. Në markezin Alvaro de Bazan, ku do të flasim një herë tjetër, shekulli i 16-17. Fillimi i shekullit 16-17. Po në atë periudhë qyteti ishte tashmë në kasba. Nëse flasim në 1300, pikërisht ishte rënë një tërmet i fortë në 1270 dhe gjithë ky krau tjetër këtu ishte një krah i cili ishte një minutë profesor. Pra dolet vetë. Në kohën pra tërmeti i shekullit 13 e dëmtoi këtë pjesë apo kjo pjesë kishte dalë jashtë funksionit para tërmetit? Ana Komneno dëshmon që faktikisht gjithë kjo kohort kishte humbur funksionin mbrojtës. Për vetë faktin e mbasi edhe të gjeologjisë të tokës, shtimi i ujit, fortifikimeve nuk kishin aq të forta. Pra ajo dëshmon që pika e dobët e qytetit ishte verifikuar tashmë. Kishte dy pika nëse do të pushtohej qyteti, ose do të vihej nga veriu, ose do të vihej nga uja e Dajlanit. Uja e Dajlanit nuk ishte gjithmonë e mundur, për vetë faktin sepse sipas baticave dhe zbaticave krijonte gjire dhe herë nuk i krijonte. Sipas periudhës, kujtojmë që Dajlani ishte dalja e rrjedhave të knetës, ku dilnin të gjitha rrjedhat. Deri vonë, të gjitha gravurat veneciane nga shekulli 11, 12, 13, 14, 15, 16 do parashikojmë dallinën e qytetit Durrësit gjithmonë duke ilustruar, duke nxjerrë edhe ujin e Dajlanit, sepse ajo ishte pika ku pikërisht merrej qyteti. Dhe jo më kot venecianët do të vinë të mbrojnë trupat Aleksisit pikërisht tek uja e Dajlanit. Në momentin që trupat veneciane do të pozicionohen tek uja e Dajlanit, do të ushtrojnë presionin e tyre të trupave normale, dhe trupat normale që ishin këtu së bashku me ato do të mblidhen te kodra. Nga ai moment trupat veneciane kuptuan e përsin dhe çelësin e suksesit në qytet. Pra nëse ato duhet merrnin qytetin e Durrësit, ato duhet poziciononin anijet në ujin e Dajlanit, ku ishte edhe ngushtica, dhe të ushtronin presion në qytet, qoftë mbrojtës apo qoftë edhe sulmues. Nga krau tjetër, kjo këtu pasqyrohej si një zonë shkretëtore. Në filmin e 1970-s tregohen se si ushtarët spanjoll endeshin në për zonën gjysmëkëndetore të veriut të Durrësit, duke marrë të gjithë smundjet e malarijes, të smundjeve të tifove, dhe trupat do të arrinë gati të përgjysmuara. Pra do të arrinë të përgjysmuara në momentin mas 2-3 muajsh, ku do të gjejnë vërtet qytetin e Kartopis, që ishte një qytet i fortifikuar që kishte mbetur mbi kodër, aty do të kuptojnë që qyteti nuk shfaqej as në ballinë detare, po as në hapësirën gjeografike, po ishte të kurrur dhe qyteti në periudhën e Kartopis pikërisht ishte një qytet me smundje të ndryshme, me një seri problemesh, ishin mortajazes, ishte lepra, ashtu siç quhet, dhe veriu i Durrësit ishte një veri gati i egër. I egër i pabanueshëm. Kush jetonte sipër në kodër, ku kishte një çik mundësi për të akumuluar ujë, për të ndjerë ajër, oksigjen. Kjo ishte pak a shumë panorama deri në shekullin 12, tashmë do të shkojmë tek sterea mesjetare për të kuptuar vijshmërinë e gjithë kësaj historie. Patjetër. Pra, profesor, tani jemi tek stera. Pak vetë din që këtu mbas Muzeu Dëshmorëve ekziston një sterë bizantine. Mos gaboj e shekullit 12 apo 11. 12. E shekullit 12. Pra nga ku furnizoi Durrësi me ujë. Dhe stera është kjo. Pavarësisht se tani është rrethuar nga shtëpi, por kjo është stera, kjo është historia. Stera është faktikisht një ndërtesë unike, e cila në vërtet nuk
nuk është se lidhet drejt për drejt me furnizimin masiv të qytetit, furnizimit me ujë. Një Mund t'jetë depo përdorur. ujësjellësi një vëllë. Ajo që shohim ushqimnike që bën steve, është fakti që stevet kanë misionin e grumbullimit të ujërave sipërfaqësore. Pra, këtu duhet të imagjinojmë një kanal uji, i cili vinte vazhdimisht nga Kodra, ishte një lloj shtegu, edhe Kodra rruga këtu ku jemi është pikërisht e rrëpirë për atë lloj qëllimi, dhe rrithte drejt për drejt, mund ta imagjinojmë edhe si formë, mundësisht drejtimi, kanalesh, drasash të ndryshme të cilët jepnin drejtimin dhe uji shkonte poshtë. Stevet karakterizohen nga një hapësirë e ngushtë të ndeshme, e cila është mbushur me çakull dhe brenda në qendrën të çakullit është vetëm një tub. Pompohet uji brenda tubit dhe çfarë lloji tjetër i ujit që është brenda ngelet në bujën e çakullit. Vazhdimisht çakulli brenda pastrohet dhe shërben për filtrimin e ndryshëm të ujit të tokës. Dhe tubi lejon vetëm thithjen e asaj çfarë është e kulluar dhe e pastër. Pra, është një sistem, mund ta quajmë kështu, purifikimi natyror dhe përdorimi të ujërave, kryesisht jo për qëllime pirje, drejt për drejt, por për qëllime të përdorimit. Kur ishte luftë përdori edhe për të pirë ujë. Po, normalisht, po, absolutisht që në atë periudhë, por duhet kuptojmë që mund të ketë pasur probleme të ndryshme ujërat në atë kohë. Qyteti Durrësi gjithmonë ka vuajtur për ujin. Kryesisht ujërat sipërfaqësor, mbledhja e ujërave sipërfaqësor nuk është drejt për drejt për pirje. Zakonisht është përdorur ideja koncepti i ujëve të ndeshëm. Në Durrës gjithmonë uji është importuar, vazhdimisht edhe me sjetë. Dhe ajo çfarë kuptojmë është fakti që kjo ndërtesë ka një kapacitet inxhinieristik shumë të madh të pompimit poshtë. Nga veshët e çatisë. Veshët e çatisë kanë një karakteristikë të presionit të levës që duhet të ushtrojë këtij tubit për të ngritur ujin sipër. Pra, ka pasur një fuqi ose pompuese shumë të madhe ose një buz shumë të madh. Të njëjtën që nëse ne do të shkojmë edhe në Berat, do të gjejmë sterën e vjetër që më pas periudhën osmane është përdorur si armë e ri, ku janë futur armët, dhe stera pikërisht ka veshët shumë të gjatë që shërbejnë si krah inxhinieristik për të hequr njëkohësisht edhe ujin. Me govatë, me forma të ndryshme. Funksioni kryesor ishte mbledhja e ujit. Mbledhja e ujit dhe kryesisht ju të imagjinojmë ne sot stera kemi mjaft, për shembull nëse shkojmë edhe në vendet e jugut të Rivierës së Shqipërisë ku ka probleme me ujin akoma sot furnizimit me ujë, kemi shumë shtëpia në dhërmi për shembull që poshtë në sistemin e vet të bodrumit kanë sterën e vet ku mbajnë ujin. Vetë çatia e tyre është një çati me veç të formës tillë, deri diku vezake, por më pas me veç për të tentuar të heqen. Një pyetje kisha, profesor. Kjo lloj stere me ujin e shiut furnizoi, mund ta priste apo ishte në çati? Kjo ishte me ujin e shiut. Jo, flas direkt nga uji i shiut, nuk ishte hapur lart. Nuk ishte hapur lart, jo. Do të thënë uji vinte nga sipër, nga po bëj një lidhje ndoshta nuk është për tu për Durrësin, por një lidhje për sterën për shembull të Svetigradit në rrethimin e Sultan Muratit. Dhe komandanti i Svetigradit ishte kushëri i Skënderbeut Pjetër Perlati. Dhe Pjetër Perlati e thyu sultanin për 3 muaj. Dhe sultani arriti ta marrë Svetigradin sepse i hodhi një qen. I hodhi një qen në sterën e ujit. Pra, dhe në librat e historisë, në këto të historianëve të huaj thonë për Pjetër Perlatin që në Shqipëri përmendet pak, ai ishte vetëm një javë larg historisë. Pra se për një javë u dorëzua se fillonin shirat. Dhe prandaj dhe pyeta sepse më kujtua bëra lidhjen. Pra, ata kuptojmë që prisnin ujë e shiut, kurse këtu ishte nga poshtë. Atëherë, stera ka funksion dhe është një ndërtesë në dobi të një ndërtese. Pra, nuk është një bus. Në rastin konkret të Kështjellës, të Kalas. Pra një ndërtese kaq të madhe në këtë qendër, në afërsimin e kryqëzimit, ku ndodhi edhe pretoria, qendra ushtarake bizantine, duhet kuptojmë që kjo i shërbente kryesisht pallatit mbretëror, pallatit kujdor ushtarak. Pikërisht pa Kështjellës, hierarkisë, i shërbente banjave, i shërbente higjienës së sklepeve, i shërbente ujit, menaxhimit të bimësisë apo për çfarëdo gjëje tjetër. Normalisht për të pirë mund të vinte edhe ujë importuar, por ishte ndërtesë e cila i shërbente një ndërtesë tjetër.
Kur vje puna tek mbledhja e ujit, nuk kishte një shpërndarje aq universale të ujit, sa që mund ta imagjinojmë ne sot. Domethënë, normal, qyteti ishte shumë i pabarabartë, me Po, patjetër. pabarazi të mëdha, dhe normalisht ju kuptojmë që pas vetëm një pjesë e popullsisë furnizore Jo të gjithë kishin luksin dhe komoditetin për ta marrë këtu. Që ishte diçka shumë e veçantë. Në rregull, profesor. Nuk e di, keni gjë për shtuar? Kjo ndërtesë, njëkohësisht po, është edhe ndërtesa ku vonë do të përdoret edhe si një në periudhën osmane do të përdoret si magazin, dhe këtu ishte hyrja nga sipër e burgut. Këtë duhet të pra edhe për shikuesit. Ne jemi pra Stera është mes muzeut të dëshmorëve, pra hyn nga rruga Stanit, mes muzeut të dëshmorëve dhe burgut të vjetër. Burgut të vjetër ku edhe ne do shkojmë dhe do flasim. Duke filluar nga lufta e dytë botërore edhe pas luftës. Por gjatë periudhës së Ahmet Zogut, kjo ishte kompleks i madh rezidencial ushtarak. Kjo zonë quhej kazerna e Zogut, burgu faktikisht burgu Osman vazhdonte të qëndronte një burg, por më poshtë aty ku sot janë dëshmorët ishin ato që quheshin stallat e huajve, dhe ky aks ku ne jemi këtu është aksi më i rëndësishëm kushdo që padrononte ushtarakisht qytetin e Durrësit, sepse nga këtu niseshin trupat njëkohësisht brenda një harku kohor shumë të vogël për të shkuar drejt fshatrave dhe për të kontrolluar akset. Ishte një pozicion strategjik, po themi. Në vitin 1501 kur lëvin trupat osmane, të gjithë këtë zonë këtu do të konsiderojnë se toka e dëshmorëve të Krishterë, për vetë faktin sepse qyteti osman do të zhvillohet më tutje në Kazba, ndërsa këtë pjesë takonte periudhës së vjetër dikushme ku ishin varret e drejtuesve të qytetit, periudhës njerëzve të dikushme të pozicione politike të qytetit. Ndryshe quhej edhe fusha e shehite pra të rëndëve dëshmor të Krishterë. Deri vonë pra gjithë zona e mund ta quajmë dëshmorëve është rrethuar akoma edhe nga skeletet periudhës së mesjetës, të kësaj lloj praktike edhe ceremoniale të glorifikimit politik dhe ushtarak. Do të kuptojmë si një kompleks i madh qeverisës. Në hartat e vjetra të periudhës Venecias pasqyrohet kisha e Shënmërisë, nëse nuk gabohem, dhe pasqyrohet në rrëz të Kodrës, jashtë qytetit Kazba Osman. Nëse do të kishte një kishë rrëz Kodrës, jashtë kisha apo jo është e vonë afër Vilës Zogut, është e vonë. Ajo është në rrëz Kodrës, është poshtë në hartografinë veneciane. Nëse do të kishte, do të ishte pikërisht në këtë qendër ku pjemësia ka vazhduar. Për specialistë si ju nuk e dini ku është, ne tjerët llomotisim kot kësaj. Ja, është çështje verifikueshmërie, ne mund ta verifikojmë shumë kollaj, kuptojmë shohim hartat veneciane gravura të 1600-s, janë bërë me laps të asaj kohe. Kuptojmë qytetin e Durrësit, shohim anijet veneciane në ujin e Darlanit që ushtrojnë presion, shohim qytetin osman me flamurin osman, Kazbahun që mbyllet deri tek bashkia, dhe më pas çfarë vjen të për bashkinë ishin disa bërthama të vogla urbane, ku llogaritej bërthama urbane e Lagjestanit, dhe ngjitur me bërthamat e vogla urbane është një kishës në tesë e vogël, e cila thot Shënmëria. Është në këmbë të Kodrës, është pikërisht pra jemi pak a shumë në të njëjtën pozitë gjeografike. Okej. Në rregull, profesor, shkojmë tek burgu? Shkojmë tek burgu. Më saktë burgu i vjetër. Burgu duke filluar nga po themi periudha osmane deri mbas çlirimit. Kjo është pjesa, pra aty nuk e lejon furgoni, po aty duhet të ketë qenë porta mos jep dera. Aty s'kemi si futemi. Kjo është një pjesë ballore. Dalim një herë këtej nga ana tjetër. Po profesor, kjo është ndërtesa. Kjo është ndërtesa e burgut, po faktikisht në hartografinë e vjetër të periudhës italisë, ndërtesa e burgut është në të njëjtën vijë kompleksi së bashku me Sterën. Viju shmëri dhe përposhtë prisnin kazermat e huajve. Pra është Stera, është burgu dhe mbas kësaj spije, është shtëpisë me këto fiq, fillon kazermat ushtarake, ku sot është muzeu dëshmorëve që ne do dalim dhe nga përpara. Tu jemi tek lagja Stan, po them. Ishin dy stalla huaj, të dyja të pozicionuara në të dy ekstremet e krahut. Ishte një rrethim i madh pikërisht, që është edhe rruga siç shohim në origjina rrugës, ashtu ishte edhe gardi rrethues.
kjo ngritje që është e gjithë kësaj zone këtu nuk është astësore, është ndërtuar në mënyrë inxhinieristike që ne të kishim një fortesë gati të ngritur të periudhës mesjetës. Kjo është gati një mbrojtje natyrore, e krijuar me inxhinierinë e asaj kohe, me idelet, me nivele të ndryshme inxhinieristike. Jo më kot edhe lagja që zdotet poshtë, është një rrjet kuadratik të rregullt, gati në zonë fushore që hapet. Lagja është ndërtuar nga italianët, lagja është ndërtuar, është lagje perfekte. Unë kam punuar në bashki dhe e di këtë pjesën, pra kam parë deri te kanalizimet, pavarësisht se ne, kur them ne, mbas 45-s dhe në vazhdim edhe 2025-ën, po e njëjta gjë, janë masakruar deri kanalizimet ure e zeza, nga kanalizimet mëdha janë bërë me tuba 80-100 që është tikësh me vrapet veç duhet në kokë, po jemi për tjetër punë, do i vi vakti dhe atyre gjëra për t'i folur, jemi për burgun e vetë. Kuptojmë që është një ndërtesë me karakter ushtarak, e gjitha edhe burgu, edhe banja, edhe kazarmat kanë qenë në funksion përbashkët dhe kanë ardhur deri vonë deri në periudhën osmane. Pra ishte pika kryesore ku nisej ushtria, policia, në çfarëdo raste. Se ishte qendra. Jo më kot edhe këtu shohim fotografitë e periudhës viteve të luftës së parë botërore, ku janë edhe bodyguardët e Salt Topanit, të cilët bëjnë edhe rojen e ndërtesës. Okej, profesor. Në rregull, doja të pyesja edhe diçka tjetër. Profesor, vazhdojmë kemi tek burgu dhe jemi, po themi, në fakt pamja ballore ishte ende nga ishim ne që kishte zënë furgoni derën, po dhe kjo mund të thush një shtrirje gjatë për gjatë rrugës të rrugës tan këtu mbas muzeut. Para se dalim tek fusha juaj, fusha juaj është universale, dhe u flisni për historinë, flisni për të shkuar në këtë qyteti me detaje, por fusha juaj tamam është dhe urbanistika, ku ju mund të flisni edhe për materialet e ndërtimit, por para se të dal tek materialet e ndërtimit dhe të pyes për këtë, do doja të fiksoja një dy gjëra nëse do më lejoni. Sepse pa ju përqefin emisioni është juaj. Unë thjesht moderoj, bisedojmë bashkë, por nuk kam njohuri tuaj në këtë fushë. Te ky burg, të paktën kanë dhënë jetën shumë figura. Paktën me sa di unë, pse nuk e di nëse jeni në djeni më shumë se unë. I pari im zot Vincenz Pranushi. Ka vdekur këtu. Janë burgosur Donati, atë Donati, nuk e di, edhe im duket ka vdekur këtu. Edhe një, po. Varoshi, ka qenë burgosur këtu? Varoshi, Mustafa Varoshi, po. Ka qenë i burgosur. Paparazme? Apo është më i vonë, por dyshoj sepse ky është mbyllur në 57-ën si burg, Paparazme faktikisht është një periudhë viteve 60 edhe më vonë. Edhe Varoshi ka qenë atë periudhë, por më duket se ka jetuar, e ka përjetuar dhe ka ferrin. përjetuar persekutimin, absolutisht e ka përjetuar. Dhe e di ç'ko kisha profesor. Këtu ne kemi një gjysmore që vinë vërdalla një orë, dhe përveç këtyre vështrimeve kurioztare të njerëzve që thonë çfarë po bëjnë këto dy çfarë po bëjnë këto dy idiot këtu, sepse për këto me këtë pik dilli ne mund të quhemi edhe idiot, por pastaj varet nga kënd vështrimi i atyre dhe i joni, sepse kush se si është shkalla. Por doja të thoja, u bë një zhurmë e madhe për paqen, që u lye me bojë etj. U bë një zhurmë e madhe dhe këtu nuk ka një tabelë. Pra, ajo që po thoya profesor, një zhurmë e madhe mediatike, duke qenë që unë jam pjesë e medias, një zhurmë e madhe mediatike për Spacin me të drejtë, me shumë të drejtë. Por këto media vizive të shkruara, si nuk kanë thënë një fjalë për këtë burg. Këtu, nëse unë do filloj, por thash është emision që unë po bëjmë një histori të Durrësit, nëse unë do filloj të flas për gjithë figurat që kanë dhënë jetën këtë burg, ose për gjithë figurat që kanë kaluar këtë ferr këtu mas 45-s, po edhe më përpara, sepse më përpara ky po burg ka qenë,
nuk e di sa gjatë do ishte lista, dhe këtu mos ketë një plakat nga pushteti lokal, nga qeveria, nga drejti mallkum, nga kush doj, po ta vej dikush një plakat që kjo ndërtesë ka qenë burg me 10 vite, nuk e vën. Më fal profesor për shpërthimin, po është vërtet, është vërtet ne jemi në një situatë ku regjimi dhe propaganda aktuale nuk ka asnjë gjë më të ndryshme se sa nga ajo e diktaturës. Ne jetojmë në një kusht ku morfologjia urbane e dhunës ndaj figurave më premtuese politike, shoqërore, fetare, shpirtërore të qytetit janë dëmtuar, janë dhunuar dhe janë vrarë. Njerëzit i kërkonin dhe nuk i gjeni faktikisht, nuk e dinin se ku ishin, as nuk e kishin idenë se kjo gjë po të ndodhte, dhe faktikisht për vetë faktin sepse regjimi i asaj kohe kishte ndërtuar një ndërtesë e cila synonte madhështinë e dëshmorëve të ri të luftës dytë botërore përkundrejt figurave më të respektuara. Dhe ky është paradoksi, pra po nuk doja ta thoja profesor, pa thatë ju. Ky është paradoksi. Bëj fjalë edhe këtu janë 50 metra me dëshmorët, po themi të Durrësit dhe të Kombit. Du të them që për këtu 50 metra larg mos kritet fare. Ky është paradoksi. 50 metra dëshmorët e partisë, dëshmorët e komunizmit me njerëzit me dëshmorë lirisë e demokracisë. Ka qenë një krim i programuar. Atëherë, qëse ne do të shohim dokumentin e parë ku trupat partizane do të vinë në qytetin e Durrësit për ta çliruar, nëse nuk gaboj, ka qenë 14 nëntori 44-s. Gjëja e parë që do të bëjnë është me dylbi, aty ku ishin nga uja i Dajlanit, do të shohin nëse tankset gjermanë kanë ikur apo jo. E di sepse ka qenë dhe një familjar i imi, me emrin Kurti, ka qenë komisar i batalionit dhe brigadës Muslim Pezës, dhe kanë ndënjur atë, kanë qenë 6 vetë. I kanë thënë shkojnë shifni, kanë ikë apo s'janë ikë gjermanë. Pra kështu është shliru Durrësi, pjesa tjetër në lloqe Kavaji, themi ne, Durrësi është shliru, i shikoni kanë ikë apo s'janë ikë gjermanë. Kanë ardhur 6 vetë. Rrinin 2 persona, rrinin 6 persona, rrinin shifnin tek Dajlanit. Ikën tankset, erdhën këto dhe tankset kishin lëvizur nga zona e kazermës apo jo. Gjëja e parë që do të bëjnë trupat partizane do të vinë dhe do të shohin nëse burgu vazhdonte akoma mbahej me ushtarë apo ishte hapur, ishte çliruar. Por ka një detaj shumë të rëndësishëm, sepse do të kalojmë më vonë, do të shohim tek një rrugicë përpara se të lëvizim nga këtu, por është e rëndësishme sepse ky burg në vitin gjatë luftës dytë botërore do të ndodhi ajo që quhet edhe aksioni më i madh i çlirimit të qytetarëve të Durrësit. Shumë shpesh shumë nga ju kemi dëgjuar mbase fjalën u hap burgu, çfarë ndodhi kështu, u hap burgu. Po, është të vjetë për mëndin u hap burgu, dhe sa herë 9 vjeta dhe u zëvendësua me u hap porti. U hap porti. Dhe kjo fjalë vjen pikërisht sepse të ujtë e qytetit të Durrësit, mbas demonstratës që do të ndodhi dhe mbas bastisjes që do të ndodhi të lagjes së amfiteatrit, ku shumë shtëpia dhe familje do të nxirren me dhunë nga aty, shtëpia do të dëmtohen me grenata, do të ndodhi bastisja e dhunshme të komunitetit të rom dhe egjiptian, këtu pikërisht ku ishin ndërtuar qënd barakat e para të periudhës austrisë, të flasim së bashku më vonë, do të ndodhi një rapezalje fuqishme. Ku pastaj komuniteti rom dhe egjiptian bëri edhe shtëpiat, por në atë kohë bëhet fjalë kanë qenë me baraka. Me baraka, dhe flasim më vonë se çfarë lloj gjendje ishin, por trupat naziste në 42-shin do të bëjnë një rapezalje duke filluar nga lagja e amfiteatrit ku ishin hebrejt dhe njëkohësisht edhe tek lagja e Ljeviçve, ashtu quhen pra në atë kohë lagja e komunitetit rom dhe egjiptian, do të mblidhen këto familje dhe kushdo që kishte rezistuar hyrjes brenda në shtëpia do të burgoset dhe do të sillet këtu. Disa muaj më vonë, qytetarët e Durrësit, një grup aksioni, në kuptimin e aksionit, do të marrë iniciativën dhe do të vijë të bëjë aksionin për të hapur burgun. Do të jetë darkë vonë, do të bëhet një përplasje me armë ndërmjet trupave gjermane të asaj kohe dhe njësive guerrille të qytetit Durrësit. Gjermane apo italiane? Naziste. Trupat naziste, do të ndodhi një përplasje dhe pikërisht në atë moment në çlirimin e sipër të rive të Durrësit, ku do të dalin nga burgu, do të jenë duke ikur nga rruga, do të ketë trupa të tjerë të rive që i prisin tek rruga, Aleksandër Goga dhe më kot djali Aleksandër Goga ishte një ndër ato i cili u vra. Ne do kalojmë aty, ne do të kalojmë dhe do të flasim pikërisht për këtë moment heroik të qytetarëve të Durrësit, të rive të Durrësit, të cilët erdhën për të shpëtuar kujdo që kishte rezistuar nga demonstrata naziste.
Më pas pra burgu do të ngeli si njolla e zezë e qytetit, njolla e zezë në kuptimin e vendit ku mblidheshin të gjithë ato që rezistonin, do të ndodhi çlirimi, siç e thamë më pas pra në 44-ën dhe direkt në 45-ën ky do të kthehet burgu kryesor i qytetit të Durrësit. Do kthehet burgu kryesor i qytetit Durrësit sepse qyteti në atë kohë nuk kishte një burg të mirëfillt, pra ishte në një moment lufte. Shumica kushdo rezistencës ekzekutohej, shumë pak burgoseshin. Megjithatë, do të dokumentohen mbi ngopje të sasive. Ishte parashikuar përgjithsisht periudhën osmane dhe italiane, ishte parashikuar për një burg, por jo më shumë se sa 70 det, mund ta quajmë si një penitenciar në gjuhën italiane ose si një vend ku përpara se të shkosh në burgun Para më të burgim, madh, po themi. para burgim, pra do të merresh vendimin e kuestorit, të gjykatës edhe çfarëdo ligjëri që ndodhi në këtë pikë kazermë gjykate. Sepse burgu, mos gaboj, ka qenë në Porto Romano. Burgu ishin disa burgje të shpërndarja kampe më Ai ishte tepër. kamp, Kampe burgjesh. nuk mund ta quash burg. Ai ishte Edhe në kepin e lagjit ka pasur burgje kudo në të gjithë rreth e përqark, por ishin kryesisht punë të forcuara nëpër toka bujqësore. Ky ishte vend para burgimi, ishte për jo më shumë se sa 80 vete dokumentuar gjatë periudhës italiane dhe në periudhën e komunizmit në vitet 45-46 të dëgjojmë mbi 350 vete, pra afërsisht 3-4 fish më shumë. Burgu ishte i mbingopur me shumë persona, të cilët ishin detyruar të qëndroshin në këmbë, shumë pak raste edhe tuleshin, mund të lejonin veten si tuleshin, dhe pjesa më e madhe e torturave ka ndodhur pikërisht tek pallatet e para që po ndërtoheshin gjatë periudhës komunizmit në rrugën Aleksandër Goga. Torturuesit dhe kuestorët e Tiranës, të cilët vinin me urdhër të partisë, vinin darkave vonë. Policia këtu ishte një polici normale, ishte një gjendje burgu në kuptimin normal edhe për qytetarët, pas çka se ndërtuan pallatet e para periudhës komunizmit, ishte si një burg i çfarëdoshëm. Pra në këndvështrimin e të gjithë qytetarëve, po në vetvete darkave vonë vinin kuestorët, ato të Tiranës dhe njëkohësisht nërnin persona të figura të kyç. Mbas 45-s apo para 45-ën vinin kuestorët dhe pikërisht merrnin figura të kyç. Vinin figurat e Partisë Komuniste, kuestorët Vetëm kishin figura marrë të punë. kyç ndërtoi Nuk ishte më siç thamë edhe ju, kuestor, pra ishte pikërisht sigurinë pra shtetit. kueshtorinj, imami, të cilët do të merren dhe torturohen nëpër apartamentet e pallateve të reja që po ndërtoheshin atë kohë. Ndërkohë që këtu pjesa e burgut vazhdon të qëndronte akoma, në mëngjes ktheheshin të torturuar, të vrarë, ku prisin edhe vizitat e njerëzve të tyre familjarë që kishin kaluar gjithë darkën në dhunë. Ndërkohë gjatë ditës vazhdoshin punimet për ndërtimin e këtij makro muzeumi të madh, të cilët do të ndaronte dëshmorët e ri, ku ndërkohë mbrapa vazhdonte dhuna dhe persekutimi. Muji që ne shohim ishte pikërisht për të fshehur gjithë këtë lloj dhune dhe për t'i kthyer jo më kot edhe forma është në formë uje, për t'i kthyer shpinën asaj kaluare dhe për të parë diçka që dëshironte propaganda e asaj kohe. Para se të vazhdojmë, profesor, hymë tek profesioni juaj. I cilës kohë fiks, çfarë tregojnë materialet e ndërtimit? Po, mund të shkojmë edhe aty ose mund disa përfaqësime. Po. Atëherë, së pari shohim përfaqësime gjithmonë konturin e dritarëve. Konturi i dritarëve është ai më i brishti dhe zakonisht që preket më shumë në rrjedhën kohore. Kuptojmë që konturi i dritarëve i takon periudhës arkitekturës italiane, periudhës së Zogut, momenti kur këtu ishte kazerma e Zogut. Pra, shumë nga harqet e konturit janë dhënë të tullave të periudhës Zogut, por në vetveten në brendësitë e shpatit dhe në brendësitë e harkut, ajo është shumë herë më e vjetër. Është shumë herë më e vjetër dhe ka formën e harkut deri diku bizantin. Këtë gjë e vërtetojnë edhe përdorimi i disa tullave vertikale dhe horizontale në kombinim me njëra tjetrën në bloqe të mëdha, bloqesh mermeri deri diku, të cilat supozoheshin që duhet mbanin një strukturë unike. Ne kaluam më parë edhe tek hamami, tek stera mesjetare dhe pam që pikërisht pra edhe materialet e ndërtimit janë të njëjtit model. Pra, kombinimi tullës vertikal horizontal, mbushje me tulla lokale, këto janë tullat lokale, tulla përdoret për të absorbuar tërmetin, ndërsa materiali lokal i lehtë me gur, forma të tilla, rrërë pjekur, e përzirë me gëlqere, ishin në mesin e tullave për të mbajtur strukturën. Të lehtë, shumë të lehtë, dhe që të mos dëmtohet e madhe. Ky ishte kombinimi i inxhinieristik i të gjithë inxhinierëve të periudhës bizantine, ku ndërtoheshin ndërtesa me vlerë
në Pra kjo qytete të periudhë i ndryshme. takon Bizantit. Është për ndërtesë para Osmane. Eksakt. Është periudhë e përforcuar në periudha të ndryshme Venedicës apo Osmane mund të ketë pasur diku bektisje, diku ripërforcime, diku ripërdorime, por fakti që kemi të bëjmë me një hark, me një mur kaq të gjerë dhe me një formë dhe me këto lloguresh kaq të lehtë me kombinimin e tullës vertikale dhe horizontale, kuptojmë që është diçka shumë herë më e vjetër se sa për shekulli 15. Pyetja ime, mos edhe në kohën e Bizantit mund të ketë funksionuar si burg? Më fal. Mos edhe në kohën e Bizantit mund të ketë funksionuar si burg? Apo thjesht ndërtesë? Faktikisht në kohën e Bizantine ne kemi një seri kullash. Sepse këtë po bëj lidhje. Stera mbas burgut është e shekullit mund të 12. Mund të ketë shërbyer më tepër si një pjesë e kompleksit burgut gjithmonë, pra, por jo në vetvete si një burg. Akoma edhe më herët, besohet që biseda që po flisim më parë, mendohet duke pasur mure kaq të mëdha, dritare kaq të larta, synimi kryesor është ventilimi i brendshëm. Pra kushdo që e ka hapur këtë dritare me këtë mur me dritare kaq të mëdha ka pasur qëllim që të frymëzojë njerëzit që janë brenda. Dhe normalisht unë jam ide që mund të jetë edhe një gjuntur, një shtesë, një kisha për diçka tjetër. Teknikë, pra shprehia inxhinieristike, arkitektonike nuk lëm për të gabuar. Sepse normalisht në burgjet nuk janë të dritareve të mëdha kaq të forme. Po, kështu që duhet të kenë kish. Në rregull profesor, po para se të ikim, do të duke kthyer në kamerë kjo është e imja profesor, ndoshta s'është emisionit, mund të jetë detyrë juaj, po o njerëz, o pushtetar, vini një tabel. Hiqini këto lule, pemë, shkurre, bar, insekte. Hiqini dhe një tabel. Është kujtesë historike. Është qyteti jonë. Është kujtesa historike e jonë. Është turp, para se ti dali pronarit bëhet në një pallat. Është një ndërtesë që duhet të respektuar. Edhe për hir të atyre që këtu kanë dhënë jetën, si homazh për ata. Por dhe si një kujtesë për ne të gjithë që historia mos përsëritet. Vazhdojmë profesor. Një situatë mjedisore me vërtet fatkeq, në kuptimin jo vetëm për banorët, por gjithë për trashëgiminë kulturore, për kudo që shpreson shpirtërisht, politikisht në këtë qytet, për t'i dhënë një dignitet kujdo që është shtypur me këmbë, dhe për ta kthyer mbrapsht këtë dignitet, për të dhënë guximin e rezistencës dhe për të vazhduar më tutje. Duke mbyllëqet e mëdha, janë periudhës veneciane. Që me mirë, mbyllëqen të larta dhe të hishme. Në ekstremet e ndërtesës shohim njëkohësisht me përdorimin e bllokeve të mëdha të mermerit, mermer shumë të mira, dhe deri diku edhe mermeri luksi, deri diku të ngjyrosur. Pra kushdo që ka pasur qëllimin e ndërtimit të kësaj strukture në këndet inxhinieristike më të forta, ka pasur qëllime të hishme, të mira dhe për të dhënë një dignitet strukturës. Për kohën janë ndërtime të shtrenjta, kushtueshme. Shumë të kushtueshme. Pra, atëherë unë hedh poshtë atë hipotezën time që ka qenë burg. Burgjet nuk bëhen me materiale të kushtueshme. Mund të jetë ose po themi një institucion fetar, ku ta di unë, një ndërtesë zyrtare, po jo burg. Gërmimet arkeologjike do të ndihmojnë akoma edhe më shumë. Çfarë gërmimesh arkeologjike profesor? Shikoj ferrat, këtu nuk kanë vu një tabel. Në rregull që kujtesa të duhet dhe për spaqin, dhe për ato gëlqeren që do i vënë që është turpi i Zotit. Por ama është 2 herë turpi i Zotit kjo, mos bësh një plak. Mos vesh një plak. Vetëm ferra aty, shqytyr që s'hongin e gjarpën. Unë e thash shumë fillim. Kur hip aty net. Unë e thash shumë fillim të bisedës që ne jetojmë në një kontekst politik shoqëror ku nuk është më i ndryshëm se sa i kaluari. Ktu jam dakord. Jam një linjë. Shpagimi
i Kujusit qëndron pikërisht për atë katar që ishte menduar me mbuluar këtë, dhe është duke u rrënuar gjithmonë edhe më shumë, dhe nga krau tjetër, kjo që i takon bini historie mira vjeçare, është Kjo akoma qëndron. akrom. Është një forcë mbi natyrshme, është ai kryeinxhinierët e lartë që atë që nuk e bëjnë dot njerëzit e bën natyra vetë, e bën për treguar se sa vlerë ka edhe dinjiteti njerëzor i atyre që kanë qenë këtu brenda. Tash të gjithë ato ajo energjia që ata kanë pasur pozitive e bën që kjo qëndrojnë këmbë. Vazhdojmë profesor. Sepse ky është pikërisht na kujton momentin e shpëtimit nga burgu. Këtu që kanë ecur dhe do kthehemi Majtas. Pra do kthehemi Majtas për të dalë poshtë. Pra tek Aleksandër Goga. Pas ka edhe kumulla këtu profesor, po. Hajde pa meshim në një po na lëshojnë ai qena. Do thënë kjo është një lagje rezistencës, faktikisht shohim detesa të ndryshme që kanë qenë vatra të rezistencës afër kazermës ushtarake. Profesor, ja dhe një këtu gjatë lutës, ditët lutës shqiptare, kjo është pika që më bazë më rëndësi për punën organizatës së gruas, të gruas antifashiste shqiptare. Këtu më poshtë është tabela e Aleksandër Gogës. Profesor, këtu jemi te kryqëzimi i lagjes Stan. Historia e fillimit të lagjes, si ka qenë? Lagja Stan është gjithmonë e dokumentuar që në grafuret veneciane të 1500-s, pra si një bërthamë urbane e shkëputur nga bërthama historike që është në tutje. Ka qenë një bërthamë urbane e cila gjithmonë shoqërohej në hartografi me aksin kryesor të rrugës kryesore të rrugës Aleksandër Goga, quhet sot, ose kapje dhe Bekumanës Stomak, që folëm më parë, dhe ka qenë një xhep i parë urban i të gjithë atyre familjeve të cilat vinin nga gjithë Ballkani drejt Durrësit. Kujdo që ishte i pasur, që deri diku kishte grumbulluar pasuri dhe ofronin shërbime drejt njësive administrative në mesjet, dhe të pozicionohej me banesë afër saj. Arrumenët vlehet janë një pjesë e etnisë të pashkëputme të gjithë Ballkanit. 4 gjyshim, pra ose 5 gjyshim, sa i bjen Ahmet Kurt Pasha, veziri i Beratit, donte të pushtonte Tiranën. Për Durrësin nuk flet, duke Durrësin e ka pasur. Dhe di, bëhet fjalë shekulli 17-18 për këtë periudhë, dhe di nga historian për Tiranën, për Durrësin nuk kam gjetur dokumenta, nuk më kanë thënë gjë, që ata që sundimtarët e Tiranës për të përballuar Ahmet Kurt Pashën, që po vinte me një ushtri të madhe, bënë një marrëveshje me vllehet. Dhe i premtuan që në këmbim të vendosjes në Tiranë, vllehet të luftonin për krah tiranësve për të mbrojtur nga Ahmet Kurt Pasha. Ai i pararsim u thye, pra Pashai u thye, dhe vllehet u vendosën në Tiranë. Do të fjalë shekulli 17-18. Sundimtarët e Tiranës në atë kohë ishin toptanët. I kishte kaluar, do themi, drejtimi nga bargjinët tek toptanët. I lejuan, vendoseshin në Tiranë, lejuan bën edhe një kishën e Shën Prokopit, që është tek liçeni artificial i Soçës. Pra kjo është vendosja e vllajve në Tiranë, këtë gjimik. E folur dhe me njerëz që janë po vllaj. Që janë vllaj. Për shembull, profesor doktor Luka Heqimi më ka vërtetuar këtë për Tiranën. Kurse për Durrësin nuk e di, dhe ndoshta mos është e njëjta i përket asaj periudhe. Kuptojmë që popullsitë a-rumene është popullsi a Rome. Pra një popullsi që pretendon që është akoma në vijshmërinë e Romës lashtë. Këtu jam dakord. Valakia gjetën ato, pra dhe normalisht, nëse duam të bëjmë histori, pra vllehet pretendojnë dhe i është e vërtetuar nga DNA-ja që i takojnë pjesës rurale të Toskanës së sotshme. Por Italia nuk i ka njohur si minoritet, sepse bëhet fjalë për shekujt 1, 2, 3 deri në shekullin e 5. Bile italianët pretendojnë dhe thonë që në 12 barbare, këta Ostrogod, Visigod, Vandale, Hun, që kalun këtu, vristin zyrtarët në punësit e Romës. Kurse juve thot nuk ju luanin, pra ishte asimiluar popullsia vlehe, ruanin gjuhën e lashtë romake, por
i qoftet asimiluar. Dhe këtu jam dakord me ju, por është për origjinën. Por kaq, origjina dhe kanë qenë popullsi e madhe. Nuk kishin fuqi të madhe mbas vetes kur Ballkani përshtirohej nga Perëndoria Osmane. Vëllezërit nuk kishin fuqi mbas vetes që t'i përkate, se si etni, si popull kanë qenë më i madh, edhe më i madh se ne. Vëllezërit. Vëllezërit kanë bërë Greqinë, kanë bërë Serbinë, s'po themi që kanë bërë Shqipërinë, por kishte pjesëtar si Grameno e tjerë, pra kishte dhe pjesëtar. Dhe ne në Rumani kemi bërë, edhe lindës e tjerë kanë bërë zhvillimin, por ata nuk kishin. Ne, për fatin tonë mirë, kishim Austro-Hungarinë, që bëri një marrëveshje me Rusinë, që Austro-Hungaria do lejonte Bullgarinë bëj shtet, dhe Rusia do lejonte Shqipërinë bëj shtet. Kjo është, se dolim nga tema, kthehemi tek lagja stan. Tek lagja stan dhe tek rruga. Kjo është, i shkojmë poshtë kësaj lagje që thash, nuk është tamam lagja ime, por afër lagjes time këtu kemi kaluar pafund. Ja profesor, dhe Këtu jemi në rrugën e lagjes Stanit, e cila na çon në burgun. Është një plakë memorative e cila kujton pikërisht momentin kur të rit e Durrësit, qyteti i Durrësit vendosën që të lirojnë ato të cilët kishin bërë demonstratën në bulevardin kryesor dhe të vinë të shtirojnë ata në oraret e vona të darkës. Do të ketë një përplasje ushtarake pikërisht këtu në rrugë dhe një ndër personat të cilët do të mbesi i vetë do të jetë i riu Aleksandër Goga, i cili ishte pjesë e organizimit të njësisë për shtirimin e të rive nga burgu. Nga ai moment të atë ri do të zbresim poshtë dhe nga ai moment i gjithë historiku i rrugës do të mbarti historikun e aksionit të të riu dhe të dhe do ketë dhe emrin. Dhe emrin rrugën Aleksandër Goga. Në rregull profesor. Kujtojmë që qyteti i Durrësit në vitet 10-20 ishte bërë vendi ku bashkoheshin shumë popullsi nga përndjekje të ndryshme të gjithë Europën. Mund të kishte pasur dy familje të ndryshme hebreje ku janë shtuar 10 tjerë që kanë ardhur nga Gjermania. Mund të ketë pasur 2-3 familje aromene që më pas janë shtuar vlehët. Mund të ketë pasur, gjithmonë ka pasur familje 2-3 bërthama armene dhe më pas janë shtuar akoma edhe më shumë. Ka pasur disa momente ku grupimet etnike me njëra tjetrën kanë të rritur gjithmonë edhe më tepër dhe kanë krijuar bërthama të shumëllojshme dhe sfumatura nga më të ndryshmet në qytet. Goga, Gugu e shumë vjen atje janë lidhur deri diku edhe me dyndjet e periudhës momentit kur popullsia armene ikte nga territoret e përsekutimit osmane. Dhe në Durrës ka goxha familje armene dhe familje që i kanë dhënë emër këtij qyteti. Familje dinjitoze armene. Pa llogaritur shkallat e armenit thuhet edhe tani. Po përmend të madhin Zaharian, po sa armen ka, po ndoshta një herë do të bëjmë një emision vetëm për armenët. Ja për profesor, kjo është gjithë rruga e Stanit. Tani jemi tek Muzeu i Dëshmorëve. Vazhdojmë ngjitemi lart. Pra ideja është kjo është po themi Muzeu i Dëshmorëve. Ju thatë që edhe para se kjo të ishte po themi varrezë e atyre që ranë për liri pra dëshmorëve, ka qenë po varrezë. Varrezë e të krishterëve, dëshmorëve të krishterë, shu i quonin osmanët, dëshmorëve të krishterë. Vazhdojmë, ngjitemi lart, shohim. Kjo është goxha ndërtesë, në fakt dhe goxha vend. Inshallah nuk i del pronari dhe kësaj, sepse nuk habitem që edhe kjo një ditë bukur të zhduket edhe mos funksionojë më. Shkojmë lart profesor. Pra tani fjala është për ju. Mund të flisni ju për ndërtesën. Ndërtesa ka filluar që të ndërtohet pikërisht pra në vitet 50 nga arkitekt Krysto Sotiri, në atë kohë bëhet fjalë për një periudhë të diktaturës, periudhën e regjimit të Shqipëri. Krysto Sotiri ishte një arkitekt i cili kishte konfiguruar vepra arkitektonike të ndryshme, qoftë në periudhën e Italisë, është i njëjti arkitekt që ka bërë vilën e Zogut dhe Shatërdan. Do kuptojmë që e gjitha lidhej pikërisht me arkitekturën e asaj kohe deri diku edhe
sovjetike, edhe deri diku që dëshironte të mblidhte fundoret e bulevardeve për të krijuar xhepa të ri memorialesh për kundëtimoresh dhe ndërtesa do të jepet pikërisht pra formës së harkut, një formë e cila shihte një ballinë të re të Një ballinë e qytetit dhe madhe. kthente mbrapa një arkitekturë racionale, simetrike e madhe, pompoze në kuptimin e volumeve, gjithmonë më tepër për ta bërë njeriu të ndjehet i pafuqishëm përballë pushtetit. Pra vetëm shkallët në kuptimin kuptojmë që shkallët arrin një lartësi shumë herë më të lartë se niveli i njeriu, dhe këtu kuptojmë pra formën madhështore të vetë ndërtesës. Kjo gjë ishte edhe arkitektura e periudhës së diktaturës, e cila bënte njeriu që të ndjehet gjithmonë I vogël i shtypur. Përballë një pushteti të madh. Është gjithmonë kjo profesor. Pra profesor, folëm për arkitekturën që është dihet periudha komuniste e donte ta tregonte njeriu sa më vogël. Është e lashtë kjo, është që nga perandorit bënin ndërtesa të mëdha për të humbur vlerën e njeriu, për të thënë njeriu ti je një buburrec i vogël, je një insekt i vogël në këtë gjë të madhe, në këtë perandori, në këtë shtet, në këtë thundrën tonë të madhe. Pra, ne pak a shumë nxorrim gjërat. Kjo është dhe e famshmja rrugë, dhe Muzeu Dëshmarëve, dhe nga këtu është drejt e Kura Dajlani dhe vazhdon rruga e Ignatit. Kjo është. Unë shoh, po ndoshta do jetë, po themi, pjesë e një emisioni tjetër. Këtu është dhe një pus që në fakt nuk po e filmojmë, sepse me çdi nga ju, nuk është që e kam lexuar vetë ose dia vetë, po është më shumë keni thënë ju, që puset tilla në Durrës ekzistojnë, siç është pusi Topanas, ekziston një tek familja Tedeschini, thoni ju, dhe një ashtu tek Muzeu Dëshmarëve. Edhe te xhamia e vogël po ishte e njëjtë. Tek xhamia Fati. Tek Fati është e njëjtë me këtë. Atëherë duhet një emision vetëm për puset. Vetëm për puset. Nuk e di, keni gjë për shtuar? Kjo ka qenë një hapësirë më të ndaja të kazermave ushtarake, ku niseshin edhe trupat ushtarake në vende të ndryshme. Këtu ishin zona e Bëhet fjalë para se të bëjë muzeu. Periudhën para se të bëjë ndërtesa, periudhën e zogut, quhet kazermë zogut parë. Kalorësia ishte në këtë frikë dhe nga krau tjetër ndodheshin edhe zyrat e para të Gendarmerisë ku futesh edhe popullsia urbane nga krau tjetër i lagjes. Këtu, shiko, këtu në mos gaboj, nga ana e jon, po themi e djathtë dhe nga e majta e muzeut, ka qenë një xhami e komunitetit rom dhe egjiptian. Po, eksakt. Ka qenë një xhami e cila lindi apostafat me qëllimin me qenë se lagja e komunitetit egjiptian u segreguar dhe u fut me dhunë nga austriakët në këtë hapësirë urbane, me mur të rrethuar, dhe kështu në këtë pikë lindi edhe nevoja e praktikimit të nevojave fetare të këtij komuniteti. Pikërisht për këtë komuniteti u ngrit edhe xhamia e parë. Xhamia, faktikisht xhamia e zonës së kazermës dhe lagjes së komunitetit rom dhe egjiptian, dhe jepshve si quaj, kishte dy hyrje të ndryshme. Nga një krah hyrje në brendësi të Kur të dalim lart, sepse do shkojmë lart, mund na i shpjegosh më mirë atë pjesën e xhamisë, sepse ndoshta dhe e kapim pak më lart. Sepse të vi tek muzeu të paktën edhe në homazh të atyre pararzëve fëmijë që janë këtu, duhet të shkojmë pak më lart. Ti nderojmë në atë lavdi gjithë vëllezërit të dëshmorëve që kanë dhënë jetën për këtë vend. Pra profesor, këtu jemi para këtij mozaiku. Mozaiku i mbaj mend që fëmijë të mozaiku. Kur vinim sillim kurora me lule, ndonjëherë shoqëroja dhe njerëz të mi
që kishin pra nga fisi i babës, që i shoqëroja për të vënë trëndafila këtu me 5 maj. Ato kanë ikur tani nga kjo botë, driti pas shpirti dhe ata që vinin këtu. Dhe kjo godinë, folëm për atë godinë, për kjo godinë është lënë në mëshirë të fatit që kujtohen vetëm me datë 5 maj. Sigurohen që televizionet janë këtu dhe t'i kapin, marrin një kuror me lule, bëjnë hipokrizi në radhës, edhe pastaj ikin pikë vrapit kushtiki i parë. Tani jemi te ky mozaiku i realizmit socialist, po them. I kujt kohë, unë e mbaj mend që fëmijë. Viti është shkruar aty, pikërisht vitin 1976. Një ndër artistët lokal klasikor arrit dalloj FSH apo SH? GP, NV dhe FSH. Për GP është profesor Gavril Priftuli. Ka qenë një piktor. Po, për ka qenë një piktor goxha me emër. Goxha me emër në Durrësin. Piero duhet informohemi faktikisht, janë të njohur për qytetarët e Durrësit, nuk është se janë të njohur. Është padia ime në këtë rast. Por faktikisht ajo çfarë kuptojmë është fakti që në atë periudhën e diktaturës ishte zhvilluar koncepti artistik i social-realizmit. Social-realizmi nuk ishte një përvojë një përvojë arkitektonike apo artistike zhvilluar në Shqipëri, por ishte barë botërore. Social-realizmi synonte që të pasqyronte njeriu kryesisht me një shikim gjithmonë më tepër të qeshur, pra nëse ishte dikush në minjerë, duhet ishte me buzën gaz. Nëse ishte një grua brenda në shtëpi, ajo ishte heroina e shtëpisë. Posedimi i mjeteve që klasa punëtore, siç konsiderojnë atë kohë, kishte arritur. Kuptojmë fare mirë, pra synimet ishin duarve të mëdhej dhe këmbëve të mëdha. Të fuqishëm. Për treguar një njeri pikërisht pra i cili posedonte shëndet të plotë, por njëkohësisht edhe kishte poseduar të gjitha mjetet e proletariatit. E Herkulit. Ashtu siç përkohën atë periudhë. Faktikisht ka nevojë imediate për ndërhyrje, është fatkesi që çfarë thash? Unë se pash këto thash. Shiko, ajo ka ju jeni specialist, ju jeni urbanist, ju jeni diplomuar jashtë shtetit dhe pra unë e di sa vleni ju dhe ato tituj të marra për jush nuk janë marrë siç vjen tituj këtu se sa doktora shkencash ka Shqipëria nuk ka Evropa, por ju keni marrë jo këtu. Dhe e pashun unë se pash këtë, thash që këtu nuk ndërhyret dhe thash vetëm vin bën kurora, sepse një sy, jo një sy vëmendshëm, por një sy i zakonshëm, unë vi dhe shoh që shqiponja është në pikë të hallit. Është e prishme. Duhet ndërhyrje. Këtu duhet ndërhyr. Pra ndërhyrje pafund urdhër. Mozaiku po merr fund. Kjo ndërtesë ishte pjesë e itinerareve turistike të Shqipërisë asaj kohe periudhës së regjimit komunist, pikërisht pa dëshira viteve 70-80 për të hequr gjithmonë më tepër kur Shqipëria u shkëput nga bashkëpunimi me Kinën dhe kishte nevojë që të rrisë turistë marksist-leninistë nga gjithë bota, francezë, anglezë. Në atë moment filloi pikërisht ndërtimi ose më saktë diktatori filloi të preokupohej për trashëgiminë e vet politike. Dhe në këtë duke lënë ndërtesat mëdha të bollshme, pastaj vjen dhe piramida pak më mbrapa, piramida më vonë dhe kështu me radhë. Pra ky është fillimi i asaj epoke ku diktatori fillon edhe preokupohet për trashëgiminë e vet politike dhe fillon të heqë punë më tepër vizitorë. Bëhet 15 kaçi në Tiranë, bëhet muzeu kombëtar, pra fillojnë ndërtimet e mëdha për të lënë atë trashëgiminë. Është një fotografi shumë e famshme, mund t'ja kaloj, nëse nuk gabohem, aktorit me origjinë shqiptare Bashkim Femiu, i cili dhe është fotografi e tij brapa me dëshmorët, ishte pjesë e itinerareve turistike dhe pjesë normalisht e historisë së Shqipërisë asaj kohe dhe fin vizitë. U mend Zia Seraçi, që e përshëndes maestron, bashkë me Angjelushe Lazën, kanë kënduar një këngë këtu, vajza dursake, diçka e tillë, i përshëndes të dy ata këngëtar, por në veçanti maestron Seraçi, dhe ai është në linjë kësaj që thatë ju, pra në filma, në këngë, në grupet e huaja, pra për të treguar që shiko, ne shqip ku jemi, çka kemi bërë. Ishte pjesa e glorifikimit të pushtetit. Lavdia e gënjeshtërt, e ngritur në monumentet gënjeshtërta. Pak a shumë ky është mozaiku. Hypim njerëz sipër profesor, hypim sipër për ta parë dhe nga lart, por për të parë
për të folur dhe pak dhe për atë xhamin e komunitetit. Për të dalim aty në qoshin. Gjitem. Këtu ku jemi, këtu ku jemi shohim ngjyrat e pllakave, njëkohësisht edhe poshtë. Këto pllaka janë unike, të krijuara nga arkitektët e periudhës së diktaturës në Shqipëri. E gjithë sfida filloi në momentin e ndërtimit të Bashkisë Durrësit. Pllakat e Bashkisë Durrësit janë prej pllakash me emiri shumë cilësore. To janë granit përse? Më pas arkitektë italian adoptuan, që se keni parasysh bashkinë që është e veshur me gur të suftuar të ndryshëm të bardhë, gjatë periudhës komunizmit kopjuan këtë lloj arkitekture, këtë lloj kompozimi buror, mund ta quajmë shumë artificial që duket si granit, në mënyrë që të visnin fasadat e periudhës diktaturës. Ngjyra e kuqe filloi të përdoret tek Pallati i Kulturës, njëjta gjë edhe tek Pallati i Kulturës. Edhe këtu, edhe aty është edhe ngjyra e aty kuqe. pikërisht ishte pjesë e konturit të arkitekturës periudhës së komunizmit, e cila dëshironte të kishte një gjurmë kudo në të gjitha ndërtesat e veta të asaj kohe. Pra, nëse arkitektë italian përdorin gurën e bardhë të suftuar me krijuar një formë graniti artificial përgjatë bashkisë, regjimi komunist i diktaturës të asaj kohe filloi të fusin ngjyrën patern të kuqe. Vazhdojmë lart? Gjitemi lart. Do gjah hapësirë e madhe. Po. Verior të muzeut. Pra që i bie, që është dhe fillimi i lagjes së re. Dhe pra thash që ne mund të hypim dhe të shikonim nga lart, por nga pemët e shumta ajo pak duket, por më shumë merret në mend, duken pak pallatet. Pra xhamia ka qenë aty. Ka Ku qenë janë aty farmacit? në skajin e murit, e rrethimit, nga një krah shite për brenda, që ishte ofrohej kujdo që punonte për kazernën, dhe nga krau tjetër i ofrohej për Komunitetit egjiptian që jetonte aty. Kujtëm që ishin periudat të diskriminimit rasor, ndasia shoqërore, ndasia etnike ishte për ligj në periudhën e fashizmit, në periudhën e zogut po ashtu, dhe kishte Dhe ka vazhduar. Dhe të monitoruar, dhe të bashkuar, forësisht diktuara nga policia. Jo më kot edhe komuniteti rom egjiptian ndodhi pikërisht pra 2 metra afër nga komisariati i policisë në bashkim me sipër. Që ato të ishin gjithmonë në vëzhgim. Pra ideja është, pra ato të ishin gjithmonë në vëzhgim. Pra, bëhet fjalë deri çka ka ekzistuar xhamia. Në atë kohë do të jetë kryetari i bashkisë zoti Hysen Mushketa, i cili do të mundësojë edhe ndërtimin e parcelës këtu. Në fillim kishte disa paqartësi sepse vetë rruga ishte pjesë e parcelës publike, komuniteti kërkonte ndërtimin në pjesën e sheshit të rrugës në mënyrë që të bashkonte gjithë lagjen, por faktikisht bashkia do thotë që rregulloria e urbane parashikonte që rruga duhet rrugë dhe asgjë nuk duhet ndërtuar në rrugë, dhe duhet jetë në brendësi të territorit të aty quhen gastrat ose parcelat urbane të brendësive. Për këtë qëllim xhamia nuk do të ndërtohet në ballinë të rrugës, në hyrje të rrugës e hapur ndaj gjithë qytetarëve, ashtu siç dëshironte komuniteti musliman, po do të ndërtohet në brendësi ndërmjet 2 murave në mënyrë që të komunikojë këtyre 2 komuniteteve. Pra, xhamia do të sjellë një pjesë të parcelave, gjysmën e parcelave të kazermës dhe gjysmën e parcelës së komunitetit egjiptian. Në atë kohë kërkesa do të jetë e lartë e komunitetit, jo vetëm e komunitetit, por e të gjithë qytetit. Ishin shumë të merakosur për vetë faktin sepse kishim një komunitet i cili nuk ishte në lidhje me besimin. Dhe kjo ishte një problem shpirtëror, nuk ishte një kult, po themi një vend kulti ku ata nuk ishte një vend kulti, për këtë arsye ato do të kërkojnë që janë të gatshëm që të mbulojnë edhe me shpenzimet e tyre, shpenzimet administrative të xhamisë. Në atë kohë administrata shqiptare ishte me dyshje të mëdha, ishin në luftra të mëdha, në luftra të heshtura, mund të quajmë kështu, të heshtura ndërmjet institucioneve fetare, shumë varreza
u kthyen prona publike, shumë detesa publike të ndryshme, siç ishin shkolla, tjera ju dhanë shtetit shqiptar, qoftë nga Myshtënia e Shqipërisë, qoftë nga aktorë të ndryshëm edhe katolik edhe ortodoks, dhe kuptojmë që normalisht ishin ndryshimet e mëdha shoqërore urbane. Për këtë arsye mund kuptojmë që forcia më e madhe dhe interesi ishte në ndërtimin e një xhamie të madhe, më tepër se sa të jepej rëndësia e një kërkese të tillë. Kuptojmë që ishte periudhë e luftës, një periudhë shumë e vështirë, dhe më vonë do dokumentohet që lagja e Komunitetit Rom e cila ishte në këtë periudhë do të bastiset, do të dëmtohet, do të digjet në vitin 43. Në vitin 43 e gjithë lagja do të dokumentohet një ndërhyrje, mund ta them kështu, patën një incident vogël ndërmjet një ushtaraku me origjinë kosovare të trupave naziste së bashku me Komunitetin Rom. Më fal, trupa naziste. Jo pjesë e trupave naziste, mund të ketë qenë pjesë e divizionit Skënderbej. Divizionit shqiptar, Skënderbej, eksakt. Siç e kishin gjermanët, duke qenë që ishin pak një numër, po themi si ushtri dhe u hapën gjithë botën, në vendet ku shkonin, merrnin trupa aleate. Siç bën në Bosnjë me divizionin Handjar, siç bën në Kroaci, bën dhe në Kosovë divizionin SS Skënderbej. Disa nga ato ushtarë jetën këtu pikërisht në suport të ushtrisë gjermane së bashku me tankë të ndryshëm të cilët ishin parkuar në zonën e kazermës. Do dokumentohet që në 43-shin do të ndodhi një incident, një nga ato ushtarë pikërisht pra të brigadës SS Skënderbej do të futet brenda dhe do të ndodhi një trazirë me Komunitetin Rom. Nga ai moment do të vendosen ashtu siç kishin protokoll trupat gjermane që të rrafshojnë të gjithë të përcjellin të gjithë. Ashtu kishin drejtimet. Kishin. Kështu që nga ai moment zonat do të shembet e gjitha. Në vitin 45, në momentin e parë, banesat e para të periudhës komunizmit do të ndërtohen tek ish-varresat katolike, dhe shohim herë tjetër mbi bibliotekën e qytetit Durrësit, dhe do të ndërtohen pikërisht tek lagja e Komunitetit Rom. Të gjitha këto blloqet pallate që ne do të shohim do të jenë pallatet e para të cilat do të ndërtohen në vitin 45. Ju thoni që në fund 43-shit, fillimi 44, fund 43-shit, gjermanët e rrafshuan lagjen. Përveç gjërave të tjera që kam bërë në këtë botë, kam bërë dhe në punësin e bashkisë disa kohë, dhe më ka qelluar që të shoh, ne do e bëjmë ndoshta atë lagje, sepse është lagje për të bërë lagje e re, kanalizimet e lagjes së re dhe ishin bërë nga italianët e luftës së dytë botërore. Pastaj ne si ne, me fjalë që ne jemi mjeshtra për t'i përçudnuar gjërat, dhe ato kanalizimet kanë përfunduar me tuba, po kisha, pra, lagja u fshije gjitha, po thjesht u bastis, u doj. Bëhet fjalë para zbrazjes së qytetit, me atë operacion e famshëm shëtitjen fort, që quhet, sepse pretendoi që këtu do zbarkonin anglezët dhe duhet larguar popullsia. Bëhet fjalë para largimit të popullsisë. Nuk mund të jemi qartë akoma para. Kam përshtypjen që gjithmonë një popullsi lokale siç ajo e Komunitetit Rom ka qenë gjithmonë në shërbim të garnizonit ushtarak këtu. Në kuptimin e shërbimeve të mirëmbajtjes, pastrimit, gjërave. Gjithmonë, shiko, teoria më e mundshme e ardhjes së komunitetit egjiptian në Ballkan është ka shumë teori, por kjo është më e mundshme edhe përmendin historian dhe studiues më tesh. Është që duke shkuar linjës tuaja, në mbështetjet asaj që thoni ju, që komuniteti egjiptian u vendos në kalat dhe garnizonet turke. Për të bërë punët e dorës dytë, po i themi, burrat si Kovaç dhe si Nalban të kuajve, pra për të bërë shpatat dhe për të mbathur kuaj, dhe gratë si kuzhinierë dhe robalarse. Dhe po të shikosh, nga komuniteti egjiptian nuk ka bujq, nuk jetojnë në fshat. Është popullsi urbane. Dhe janë në kalat, janë në gjitha kalat, ish kalat, dikush ku ishin garnizonet turke. Si ekonomi ndimse. I shkova linjës tuaj. Në momente amatoriale të periudhave të para, ku duket rindërtimi një qyteti nga fillimi, video flet për diçka që po lind nga gërmalla, diçka. Si gjithmonë, një botë e re për lulëzon gërmallët.
poezitë e famshme të tyre. Pak a shumë kjo doli, kjo ishte për këtë. Unë them, pra edhe në një gjë tjetër nuk kemi shtemi këtu pak a shumë, por një përshëndetje për dëshmorë. Thash një përshëndetje kështu speciale bile, dhe mund të afrohemi edhe aty. Është respekt për ta. Ky është Fezi Kurti, një nga paraardhësit e mi. Me që erdhëm këtu, nuk do më lejon të ndërgjegja, thesha në shtëpi, pa e përshëndetur dhe pa e fshirë pak, si çdo gjë tjetër, urdhë dhe edhe një germë e të ndjerit, pavarësisht se ka dhënë jetën për këtë vend, ka dalë tepër dhe e kanë hequr. E kanë hequr. Si bësh, kjo është Shqipëria, dhe kështu nderohen ata që dhanë jetën për këtë Shqipëri, s'ka rëndësi në të kujt ka, sepse ky është hero i popullit dhe ka vendin këtu. Ka dhe kushërit këtij që kanë dhënë jetën, që ishin në krahun tjetër barikadës, po themi balli i zogu, po njerëz të afërt këtij dhe të mit. Siç dhe thash atje lart, unë kam nga dy krahat, kam dhënë miq dhe heroj, por çon si ka, të gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend në bindje, ose në respekt të idealeve të tyre, në bindje që kishin duhen respektuar. Dhe jo, unë sot për shoh, pas ka dalë tepër dhe një gërm. Lavdi Paqin, lavdi të kem, nuk e di, keni gjë tjetër profesor për të thënë? Shpresoj që vërtet qendra këtu ku jemi kërkon një memorie të heshtur urbane, në kuptimin të heshtur në respekt të gjithë atyre të cilët kanë dhënë jetën për këtë qytet. Duke marrë nga antikitetin ditët e sotshme. Ky muzeum e ka sjell atë lloj qëllimi urban, në kuptimin deri diku e rikujtimit të qendrës historike, por nga krau tjetër nuk duhet harrojmë që qëllimi kryesor deri diku ka qenë edhe ndarja ndërmjet disa lloje dëshmorësh dhe disa lloje të tjerësh jo. Ajo çfarë duhet që të mendojmë në të ardhmen pikërisht është të lidhim mundësisht duke treguar një patjetër secili me vlerat dhe kontributin që ka dhënë. Dikush më shumë dhe kush më pak. Mbase një hapje e derës mbrapa direkt në aksesin e burgut dhe të sillte një koncept gjithmonë më përfshirës të gjithë këtyre sakrificave njerëzore për të pasur një qytet gjithmonë edhe më të drejtë. Pra të lidhur fizikisht dhe jo të ndarë dhe të kthyer me njëri tjetrin. Unë thash dhe atje lart profesor tek burgu. Aty nuk ishte një plakat që ja kërkoj. Siç kërkoj që të rregullohet ky vend, nuk është që do në lek të madh, nuk është që do në po themi në investim të madh financiar që për t'i bërë këto. 5 gjëra për t'i respektuar këto dhe për të bërë atë ndoshta. Por, po them 2 herë por, unë dyshoj që mos ndoshta kjo godin, inshallah kam gabim, do dali tepër dhe mund të bëhet diçka tjetër, sepse duke pas gjithë këtë hapësirë, gjithë këtë vend dhe gjithë këtë pozicion këtu, dikujt mund t'i lindë dëshira dhe t'i hapet oreksi dhe për ta përvetësuar. Praktikisht ka ndodhur. Po ka ndodhur ju jeni urbanist. Periudhën ku po ndërtohej Veliera, një vit pas hetimit të Velierës, 2018, kryetari i Bashkisë Durrësit i asaj kohe do të propozoi një model tjetër Veliere në kryqëzimin e rrugës Aleksandër Goga me kryqëzimin e hyrjes Durrësit, duke prishur edhe pjesërisht, jo pjesërisht, por të gjitha këto për të propozuar ndërtimin e ndërtesave të gjykatës. Kam qenë unë së bashku me një seri aktorësh lokal, gazetarë, studiusish, dhe në atë kohë kemi intervistuar së bashku edhe me gazetarin Geri. Ju mbaj mend që tani kjo mes nesh që edhe jeni lidhur, ju personalisht, të Veliera. Po, unë vetë kam bërë një rezistencë urbane fizike dhe... Me që hapët ju s'do e përmendja, por keni gjithë respektin tim profesor, pra të keni bërë, jeni lidhur të Veliera, keni luftuar i vetëm, karshi, nuk duhet të them që, po një klase
politike E njëjta të frymë që babzitur. krijuam së bashku me të rinjtë dhe të rinjat e Durrësit për të mbrojtur trashëgiminë urbane, e njëjta frymë mbrojti edhe atë formë vandale që dëshironte të ndërtonte kundër tezat të reja të gjykatës, duke shkatruar këtë memorial kaq të heshtë të rëndësishë të trashëgimisë rezistencës urbane dhe të rezistencës trashëgimisë intelektuale qytetarëve. Faktikisht propozimi dhe agresiviteti në retorikën e shkruar kundër projektit pati sukses, jo vetëm nga fryma që unë krijova së bashku me të rinjtë, por mbi të gjitha edhe një koment i profesor të ndjerit Mojkom Zeqi, i cili vërtet dha një shpjegim shumë të rëndësishëm, në atë kohë tha që sipas dëshmive të mia dhe sipas dokumentimeve të tij, duhej që në këtë hapësirë këtu ku ndodhen edhe themelit e katedrales të vjetër të qytetit. Pra diku këtu poshtë në hapësirën e Oborrit, sipas edhe profesor Mojkom Zeqës, ju mund ta kërkoni edhe në artikujt e ndryshëm të artikullit gazetës që ne kemi shkruar bashkërisht së bashku me Geri Emirin, do të kuptoni që profesori vërtet pretendonte që këtu kemi të bëjmë me qendrën mesjetare. Të njëjtat biseda që flisnim edhe më parë, të njëjtat biseda, vetëm se profesori e parashikonte diku në shtratin më të ulët dhe jo sipër në kodër. Pra mund të ketë qenë një seri kompleksesh të ndryshme. Kuptoj. Në rregull, nuk di, një gjë tjetër për shtuarja. Para se ta mbyllim, do doja ripërsërisja thirrjen që bëra nga tele. Të nderuar pushtetar, po kthejmë nga kamer. Të nderuar njerëz që keni në dorë fatet e këtij qyteti dhe këtij vendi. Bëhuni pak më njerëzor, bëhuni, po themi, pak më advetar, bëhuni më si dojni, vërni vetes emrin, po ato ndjesitë mund t'i bënë ndjesitë që keni për të përfituar, lëreni pak më njanë në vende si ky. Rregullojeni këto vende për ditur, sepse është një kujtesë historike e qytetit. Nëse nuk dim, thot një fjalë, një sentencë huaj, nëse nuk dim se nga vim, ne nuk do të dim se ku po shkojmë. Dhe në fakt dyshoj se ne e dim se ku po shkojmë. Ju falenderoj të gjithë, po themi, për vëmendjen dhe për mirëkuptimin. Mirupafshim.